7 gjëra që i ndodhin trupit tuaj kur pini kafe çdo ditë. Shumica prej nesh e konsumojnë shumë kafe, madje ka edhe nga ata që e fillojnë ditën me një kafe e sodë. Por çfarë ndodh me trupin tuaj kur konsumoni shumë kafeinë? Ju mund të ulni shanset për zhvillimin e problemeve të tjera. Sipas studimeve, konsumi i kafes lidhet edhe me një sër përfitimesh për organizmin. Ekspertët i janë referuar kafes si një substancë vartëse për shkak të aftësive që ka në parandalimin e një sër komplikacionesh. Kafeja pas mëngjesit mund të përmirësojë gjithashtu humorin tuaj. Kafeja është një zgjidhje produktive në rritjen e vigjilencës. Ajo ju bën më aktiv në sporte duke rritur performancën. Sipas revistës Nature Neuroscience, konsumi i kafes do të rritë edhe konsistencën e kujtimeve afatgjata tek njerëzit. Kafeja mund t'ju bëjë më vigjilent dhe gjithashtu mund të rrisë edhe nivelin e kolesterolit.